Rusia ndërmerr sulmin më të madh ndaj Ukrainës qysh nga fillimi I luftës, lëshohen 537 armë ajrore në një natë. Rusia ka kryer sulmin më të madh ajror ndar Ukrainës qysh nga nisja e luftës, deklaruan zyrtar Ukrainës të dielën, duke cilësuar si një përshkallëzim të rënd të bombardimeve që vështirësojnë çdo përpjekje për paqe 3 vjet pas nisjes së konfliktit. Sipas forcave ajrore të Ukrainës, Rusia ka lëshuar në total 537 armë ajrore, përfshirë 477 dronë dhe objektiva mashtruese, si dhe 60 raketa të tipeve të ndryshme. Nga këto 229 u asgjësuan nga mbrojtja ajrore, 226 dyshsohet se janë neutralizuar përmes bllokimit elektronik. Zëdhënësi forcave ajrore Yuri Intat deklaroi për agjencinë Associated Press se bëhet fjalë për një sulm masiv ajror ndaj vendit, duke llogaritur si dronet dhe raketa. Sulmi përfshiu rajone të shumta të Ukrainës larg vijave të frontit për shkak të rrezikut. Forcat ajrore të Polonisë dhe aleatëve të NATO-s ngritën në ajër avionet e tyre për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore polake, bëri të ditur një deklaratë zyrtare të dielën.